Kam kënaqësinë të kem në këtë intervistë Etrita Ibrahimin, pianiste, dhe Artur Verën, bariton, për një koncert që ju do mbani nga data 15 e tutje. Besoj se do jetë 3 koncerte në qytete të ndryshme të Shqipërisë. Fillimisht zoja Ibrahimi, dua ta nis me ju për çfarë bëhet fjalë ky koncert, pse pikërisht në këtë moment? Është një ide e lindur që vjet në verë në fakt, kur ka qenë fundi i korrikut. Korrik. Në korrik, kur Arturi, që ishte me pushime në Selanik, në Greqi, më dërgoi një mesazh, pasi kishte gjetur disa partiturat Mikis Theodorakisit për kanto dhe piano, dhe më dërgoi një mesazh ku më pyeste nëse ishte një ide e mirë sipas meje që të bënim një koncert me muzikën e tij. Dhe unë menjëherë i thash po, patjetër, sepse muzikën greke kam shumë për zemër. Unë Theodorakisin e kam njohur edhe vetë, kur kam qenë shumë e vogël kur ka ardhur në Shqipëri. Dhe menjëherë e përqafova idenë e tij sepse pikërisht për këtë arsye, sepse Theodorakisin e kam njohur, muzikën e tij e dua, e tjerë. Dhe është edhe shumë afër publikut shqiptar, sepse ne jemi të gjithë Ballkanës dhe jemi të mësuar me muzikën greke. Kështu që kjo ide ka lindur që atëherë. Periudha qëlloi për fat në periudhë Pashkësh, në fakt, të Pashkës ortodokse, dhe është fantastike kjo koincidencë, do të thoja, sepse njëra nga këngët që ne kemi ka pikërisht një tekst që lidhet me Perëndin, me ringjalljen, me Pashkën. Domethënë jemi eksaktësisht në periudhën e duhur, por nuk është se e kemi kërkuar. Ishte një datë disponibël që ishte në kalendarin e teatrit, edhe ne kishim mundësi pak a shumë të ishim të lirë në këtë periudhë, duke qenë se kemi dhe impenjimet e tjera brenda institucionit, kështu që u mendua 15 prilli. Më pas erdhi dhe ideja e koncerteve të tjera. Ju do të keni, përveç se ju dy, do keni dhe 2 bashkëpunues tjerë, pra një muzikant instrumentist grek dhe një aktor të ri nga teatri kombëtar. Po, ka qenë një ide që në fillim, duke qenë që kompozitori Mikis Theodorakis ka bashkëpunuar jashtëzakonisht ngushtë me poetët, dhe me poetë vërtet të njohur dhe të vlerë, si thuash, në Greqi, si Seferis, Elitis, Livadhitis, dhe vërtet këto poezi janë ato që mbajnë thelbin e mesazhit të gjithë këngëve të tij, dhe do të ishte, si thuash, mëkat në thonjza që publiku të mos i kuptonte dot. Kështu që vendosëm që t'i përkthenim dhe t'i interpretohen paralelisht me këngët nga aktori Giuliano Brisku. Përkthyesi është zoti Stefan Zhupa. Dhe mendoj që është diçka e nevojshme në këtë rast, sepse gjithmonë muzika greke kalon, si të thuash, pak melodia është shumë e bukur, por ndonjëherë teksti nuk kuptohet, fjalët nuk kuptohen shumë mirë, dhe në këtë rast do jetë mundësia që fjalët të vinë në shqip dhe të vinë vërtet bukur. Po kam përshtypjen që ka dhe një pjesë mirë të shqiptarëve edhe për shkak të realitetit historik që deri diku edhe njohin gjuhën greke dhe mund ta kuptojnë, po besoj se përkthimi në shqip është në fakt për të thënë një detaj specifik, poezitë e Mikit, pra poezitë e poetëve me të cilët ka bashkëpunuar Miki janë në greqishte, le të themi, paksa katharevusa, i thonë ata, që do të thotë është një greqishte, jo greqishtja e përditshme e folur, dhe ndonjëherë bëhet e vështirë dhe për vetë grekët për ta kuptuar. Andaj edhe përkthysin në këtë rast që e njeh greqishtën e vjetër shumë mirë, ka ndihmuar shumë që të vinë në shqip fjala e duhur. Janë poezi të vështira, si të thuash. Pra nuk janë kjo është veçantia e këtij kompozitori që ka bërë poezinë me mesazh të sjell në një gjuhë filozofike, le të themi, dhe një gjuhë pak të vështirë, poezi elitare, e ka bërë bashkë me folklorin. Dhe kjo është veçanti e vërtet e madhe e këtij kompozitori, sepse folklori përgjithsisht shihet si i ndarë, le të themi që është nga vetë emri, i përket një mase më të gjerë. Por e ka afruar me folklorin, por ndërkohë muzika e Mikit është muzikë
vërtet profesionale, nuk është muzikë, nuk mund të konsiderohet muzikë popullore apo sepse nganjëherë njerëzit kur i përmend folklorin mendojnë se është muzikë popullore. Ndërkohë jo, ai ka marrë motivet e folklorit grek dhe i ka kthyer në materiale klasike, të themi, për t'i dhënë një terminologji pak me formë të përcaktuar, me një formë tjetër, dhe e ka bashkuar pikërisht klasiken me folklorin, ka bashkuar orkestrën simfonike me buzukun, që është instrumenti grek par excellence popullori, tradicional, kështu që ka këtë merit që ka afruar tradicionalen me seriozen dhe e ka sjell tek masat. Ju përmendet te pjesa deri diku, te pjesa elitare, si do bëhet kalimi të paktën deri diku dhe te publiku shqiptar, që tjetë, se ndonjëherë pjesët e ndërlikuara muzikore janë dhe disi të ndërlikuara dhe për të kuptuar te publiku, që është te ky kalimi nga një pjesë elitare për një publik më të gjerë që ndoshta edhe nuk janë mësuar me një muzikë të tillë. Është muzikë e thjeshtë. Është e thjeshtë. Pra, në kuptimin, kjo muzikë që ne do të luajmë, është muzika që njerëzit Jo, është muzika që njerëzit kanë dëgjuar prej kaq e kaq vitesh. Pra, është muzikë që gjithë populli grek e njeh. Është muzikë shumë e famshme. Por më fal të ndërpreva. Disa janë shumë të famshme edhe në Shqipëri, sepse unë për shembull kur i kemi përzgjedhur, i mbaja mend që nga fëminia ime janë pra repertori i njohur edhe për shqiptarët. Por poezia është ajo që ka veçanti dhe bën diferencën. Pikërisht. Për këtë isha duke folur që është një gjuhë poetike shumë interesante, shumë e bukur, jo e thjeshtë si të thuash, jo me fjalë të thjeshta, por dhe vërtet me mesazhe të mëdha jetësore që vjen nëpërmjet këtyre pjesëve që të gjithë i njohim. Prandaj në këtë rast është mundësia që të bëhemi bashkë edhe me poezinë në këtë rast, jo vetëm me melodinë. Dhe ne kemi menduar që aktori të recitoj poezinë përpara çdo kënge, dhe direkt më pas kalojmë te kënga vet. Pastaj poezia tjetër dhe kënga më pas. Kështu kemi në mënyrë që publiku ta kuptojë sa më mirë ato që kënga vet thot. Sepse prezantohet teksti, poezia më përpara dhe më pas dëgjohet edhe muzika. Ku do jetë konkretisht 3 data, 3 vendet? Janë 4 data, në 15 prill jemi në Tiranë, këtu në skenën e Teatrit Operës, në 16 jemi në Vlorë, në Teatrin Petro Marko, dhe në 17 jemi në Berat, dhe me 18 në Korç. Goxha data të afërta dhe të ngarkuara. Shumë e ngarkuar. Pas një distancë njëra nga tjetra. Ka, ndoshta është herët një lloj pritshmërie nga publiku, një lloj feedbacku që po presim që të vi dhe në këtë lloj forme. T'ju themi të drejtën, kërkesat kanë qenë të shumta dhe biletat janë pothuajse drejt përfundimit. Kështu që unë mendoj që njerëzit duan këtë muzikë, është muzikë që i bën bashkë dhe në këtë rast, kur më tepër se në këtë rast muzika bën bashkë, pa asnjë lloj dallimi. Ne mendojmë që do pritet jashtëzakonisht mirë, pikërisht sepse kemi menduar që të kemi edhe instrumentin e buzukut në këtë rast. Fillimisht nuk e menduam këtë gjë, vazhduam bashkëpunimin, pastaj pam që Miki e ka dashur këtë gjë dhe vendosëm të bënim sipas kompozitorit në këtë rast. Dhe e shtuam, si të thuash, gjerësinë e bashkëpunimit. Përgjithsisht koncertet i kemi bërë vetëm ne të dy. Por në këtë rast zgjeruam në mënyrë që të ishte më gjithë përfshirëse, ndoshta. Eksakt, më e plot, më përfaqësuese të themi si muzikë greke, sepse buzuku është, thash edhe më parë, është instrumente tipik grek, kështu që nuk mund të mos e përfshinim. Dhe instrumentisti që do të vi vjen nga Greqia, nuk është shqiptar, është grek, vjen nga Katerini dhe është i mirëpritur sepse do të jetë një bashkëpunim i ri në fakt për ne, se kemi dal nga ajo rutina në thonjza jone përditshme që është muzika klasike, kështu që mezi presim që të provojmë edhe me buzukun për të parë edhe çfarë efekti do ketë tek ne. Kështu që jemi kurioz. Çfarë sjell të veçantë Mikis, duke qenë se nuk ka qenë thjesht poet apo muzikant, ka qenë dhe politikan, ka pasur edhe disa funksione të tjera.
ka diçka politike deri diku. Do të thënë, ai ka idet e tij dhe ka pasur gjithnjë idet e tij. Dhe për shkak të ideve të tij edhe është gjykuar, edhe i është ndaluar vepra, është edhe internuar për këtë gjë, pikërisht se nuk ka qenë asnjëherë, si thuash, në paqe me sistemet përgjithsisht, ose në paqe me pushtetin, ose në paqe me një lloj pushteti që ndoshta e kufizon lirinë në një farë mënyrë. Nuk ka qenë paqe me këtë gjë gjithë kohë. Po, edhe në këngët e tij ka disa këngë të cilat flasin për lirinë edhe për janë këngë që të përfshin dhe është fantastike në momentin që dëgjon disa video që janë diku të 2000 veta që e këndojnë atë këngë. Unë mendoj që idetë e tij politike dhe bindjet e tij kanë ndikuar edhe në krijimtarinë e tij muzikore pa asnjë diskutim. Për shembull, ne kemi disa materiale nga cikli Epitafios i Miki Theodorakit. Dhe ai është bazuar në poemën e Ricos, Epitafios, i cili është frymëzuar nga një protestë që ka ndodhur në Selanik, ku u vra një djalosh i ri. Dhe nga ajo protestë që ky u vra padrejtësisht, ky djalë, ai shkroi gjithë poemën. Dhe Miki ka marrë nga ajo poemë disa këngë dhe ka krijuar një cikël, gjithashtu, Epitafios. Pra, dhe në këtë cikël u bë i famshëm në vitet 60 Miki, nga ky cikël, domethënë, sepse ishin bindjet e tyre nuk i linin të qetë për të mos reaguar dhe në këtë rast përdori krijimtarinë muzikore për të dhënë mesazh tek populli. Pra dimensioni i tij shkonte përtej, le të themi, skenës ose thjesht përtej art, kishte edhe një funksion deri diku politik. Ai ka qenë në fakt personazh poliedrik, po ta mendojmë, sepse ka qenë edhe ministër shteti, i burgosur, po internuar, domethënë i ka provuar të tëra në jetën e tij. Edhe pro qeverive, domethënë, edhe kundër qeverive që kanë qenë në Greqi. Dhe në momentin është bashkuar madje edhe me të djathtën, qendrën e djathtë, se ai ishte komunist në fakt, me ide të majta, të themi. Por kur ka parë që nuk funksiononin, është bashkuar edhe me të djathtët. Pra, një njeri shumë kompleks, do të thoja, që ka jetuar edhe gjatë, në fakt. 96 vjeç, biles është një koincidencë e bukur, në fakt, se unë kur e kam zbuluar ndërmjet mesazheve tona, kur Arturi më dërgoi mesazhin vjet, ka qenë vetëm 2 ditë mbas ditëlindjes të 100 të Mikit Theodorakisit. Pa e ditur fare, një koincidencë e këndshme kjo, sepse ka pasur vjet 100 vjetorin e lindjes, ndërsa largimin nga jeta në 2021. Kështu që ka jetuar pothuajse 100 vjet. Dhe në 100 vjet sigurisht që ka bërë shumë. Se doja të të pyesja, për shkak se ke qenë i pari që ke marrë spunton, kontakti i parë me të si ka qenë? Si artist? Nga këngët, më tepër nga këngët edhe nga disa video ku dirigjon. Domethënë kam qenë më i vogël dhe e shihja në televizor që dirigjonte. Ai ka pasur një karakter shumë të veçantë në dirigjim, sepse ndërkohë që dirigjonte, edhe këndonte, edhe bënte bashkë njerëzit, kishte një energji të jashtëzakonshme, ishte pikërisht kjo forca e tij e brendshme që nuk i mjaftonte vetëm të dirigjonte dhe të kompozonte, po duhet edhe të këndonte, shpeshherë edhe këndonte vetë dhe i përfshinte që të gjithë në këtë gjë. Ka qenë këto sfundet e para, pastaj në momentin që isha në librari dhe e pash thash duhet patjetër të bëjmë diçka me këtë gjë, sepse këngët e tij janë të famshme. Dhe i kam dëgjuar dhe unë disa prej tyre. Kam përshtypjen që e trita i njënte më mirë se sa unë. Po jo, se i kam dëgjuar nëpër vite, meqense unë jam pak më e madhe se ti në moshë, kanë qenë shumë të njohura në vitet 80-90 në Shqipëri ishin të famshme. Pastaj unë në fakt jam shkëputur nga Shqipëria dhe nuk e di çka ndodhur më pas, por në vitet 80-90 kanë qenë shumë të famshme, sepse edhe ai vetë ka ardhur edhe janë organizuar koncerte pikërisht në skenën e teatrit të operës, kështu që ne mbas shumë kohësh sjellim Mikin përsëri në skenën e teatrit. Ka ndonjë pjesë të dy që donit ose me zër prisnin që ta interpretoni që keni një lloj preference për të?
Janë të gjitha shumë të bukura janë të tëra. Mund të zgjedhësh, por kam përshtypjen që ajo që e duam fort edhe mezi presim të interpretojmë në skenë është nëna ime të rëshenjta ime. Domethënë është një këngë kushtuar nënës. Shumë e thjeshtë në nota, po tepër e ndjerë. Vërtet shumë e bukur. Do i drejtojmë dhe Arturit dhe njërë për shkak se duke qenë se është një artist i ri, edhe duke marrë një figurë deri diku komplekse, po dhe të njohur, si ndihesh ta mbash këtë lloj peshe me zërin tënd? Si ndihem, duhet të pyesësh e ty. Po, se kam përshtypjet e saj. Si thua, çdo ankesë time gjatë periudhës provave dhe gjatë orëve që nuk jemi në prova, po që diskutojmë së bashku për gjithë problematikat që rrjedhin nga provat. Është e trita ajo që dëgjon çdo gjë. Është një përgjegjësi mbi veten, si gjithmonë, se çdo gjë që merr përsipër është një përgjegjësi mbi veten. Është përgjegjësi e madhe në fakt, edhe për mua që jam më e madhe se ti, sigurisht është përgjegjësi, sepse është një figurë të cilën duhet ta sjellësh në mënyrën më të mirë të mundshme, përndryshe mos e sill fare. Pikërisht sepse është e njohur diçka, kështu që është shumë i famshëm për ta interpretuar keq. Dhe kam përshtypjen që pritshmëria në rast të tilla është edhe më e Është madhe. edhe e lartë. Po kjo është. Sytë e publikut do jenë. Vetëm lehtësia imja në këtë rast që nuk e kam ndjerë vështirësi është gjuha greke, të cilën e flas që i vogël. Domethënë për këtë e vetmi gjë që më ka ndihmuar shumë. Pastaj për sa i përket stilistikës dhe mënyrës së interpretimit, më është dashur të hulumtoj për ditë, sepse unë jam këngëtar lirik, që dhe, domethënë kam një studim në fushën e muzikës bizantine, në cilën ai është bazuar pafund, dhe vetë muzika greke vokale ka ndikim nga muzika bizantine. Nuk e kam pasur problem në këtë rast, por bëhet e vështirë në momentin që kalojnë dhe janë 20 pjesë në këtë rast, janë 20 materiale. Edhe duhet të hulumtosh dhe të kërkosh mënyra të reja karakterin e vet të tjerë, kështu që interpretative. Keni diçka ose një mesazh ose një gjë që ndoshta doni ta theksoni në performancën tuaj, përveç ndoshta asaj që ka dhënë vetë Mikis artisti konkret në fjalë, po diçka nga ana juaj apo thjesht do i qëndroni besnik të asaj që ai ka thënë, asaj që ai transmeton përmes artit të tij? Sigurisht, çdo artist, duke filluar nga autori, ashtu edhe interpretuesi apo interpretuesit, sepse autori shkruan një vepër, ndërsa interpretuesit e saj pastaj janë shumë. Dhe çdo njëri nga interpretuesit e veprave jep diçka nga vetja. Kështu që ne mundohemi të rrim në stilin e Theodorakisit, po pa dyshim japim edhe atë çka ne ndjejmë kur interpretojmë këtë muzikë. Dhe pikërisht për këtë arsye zgjodhëm që edhe poezinë ta kishim të pranishme në skenë, sepse edhe ne vetë na ndron gjendja kur aktori reciton poezinë përpara se të fillojmë të interpretojmë muzikën e Mikit. Kështu që mesazhi që mund të japim është ky, që muzika bashkon, muzika e interpretuar bukur përçohet tek publiku dhe urojmë në fakt që të pëlqehet sigurisht nga dëgjuesit. Do qenë se keni futur edhe fjalën me recitimin. Paktën personalisht më krijohet ideja gjithmonë, duke qenë se është dhe Greqia, gjithmonë edhe një lloj qasje kundrejt teatrove të vjetër grek që bëheshin edhe me recitime, po dhe aspekti muzikës. Eksakt, po. Është një formë e teatrit grek edhe kjo. Kur flasim për Greqinë është her pas here krijohen një lloj qasje të artit vjetër që zëri e folura dhe pjesa e muzikës shumë e rëndësishme. Në fakt, mua personalisht nuk më ka shkuar mendja tek teatri grek kur e zgjodhëm që të kishim edhe poezinë. Kam përshtypjen që na dhe një ide shumë të bukur. Jo, ndoshta është përjetimi im personal, sepse kur e mendoj te pjesa e të folurit, sidomos më kujtohen dhe tragjeditë ose edhe komeditë, por gjithmonë e folura, e recituara. Nuk e di se e keni parë ju. Në këtë rast jo, ka qenë tepër ideja e të dhënit atë mesazhin që thoni ju tek publiku nëpërmjet fjalës shqipe në këtë rast. Unë mund të them që gjithë kohës, të gjitha poezit nga e para tek e fundit kanë njëmërues përbashkët dashurinë. Si gjithmonë, si kudo, po sot vëmë re që
ekzistonte edhe një fjalë tjetër që ishte brenga. Brenga. Pra, dy fjalë të përmendura shpesh, Ose ankesa. Ankesa, pra kishte brenga, ankesë edhe dashuri. Kam përshtypjen që dashuria nuk bën dot pa brengën. Është e vështirë të përkthesh sepse duke qenë se edhe në kjo është dhe puna e përkthyesit, po e kam fjalën që ka një lloj ngarkese, gjua greke, duke qenë se është dhe në raport me termat, në raport me filozofinë, ka një lloj vështirësie për të përkthyer në shqip apo për të sjellë në shqip disa terma që ndoshta janë pak vështira dhe nga ana kuptimore dhe nga ana filozofike. Mund të jap një shembull, e kam diskutuar edhe me Tritën, domethënë ishte një diskutim që bëm me përkthyesin të një fjale që ishte tetrafilodhakri. Po në shqip nuk ekziston një fjalë që lidhet me gjendjen e një loti që rrjedh në një moment të caktuar. Pra, ky lot rrjedh në momentin që ti ke një lloj gëzimi, por që ke edhe një lloj dhimbjeje të brendshme, pra është një lloj gjendjeje e komplikuar e brendshme e njeriu në cilin rrjedh ky lot. Në greqisht është vetëm një fjalë apo jo? Po, tetrafilodhakri, por lidhet ajo në shqip do të thotë loti me 4 flet. Por në shqip nuk ka shumë sens, në fakt ka dhe një simbolik që lidhet me tërthilin, si shenjë e fatit, ku diun, dhe është e vështirë ta përkthesh tetrafilodhakri, loti me 4 flet, është e pakuptueshëm deri diku. Nuk është se kemi fjalë të tilla. Kështu që gjetëm i dashur të hulumtoj goxha për disa fjalë, jo vetëm për këtë, kjo është një shembull. Sigurisht. Mendon se ka dhe një lloj shkëmbimi interesant deri diku kulturor apo për të kryer qoftë një traditë që e njëjta gjë të bëhet edhe në Greqi, po të ketë dhe autor tjerë grek të cilët vinë në këtë formë. Sidomos e kam fjalën për te asaj muzikës të zakonshme ose të përditshme ose komerciale, që artistë të cilët kanë një lloj rëndësie goxha të madhe si për popullin grek, por dhe për popullin shqiptar. Është shumë interesante, madje do të ishte bukur që nuk e di sa është e realizueshme, që të shkoj për shembull edhe poezia shqiptare dhe pjesët shqiptare të shkojnë në Greqi, apo siç ne po sjellim Greqinë në Tiranë, të shkojë Shqipëria në Greqi apo në Itali, se nuk ka rëndësi vendi, domethënë. Kam përshtypjen që duhet të kemi të njëjtën dashuri dhe të njëjtën përulësi. Në këtë rast ne e nisjuam. Se kam përshtypjen që ndonjëherë edhe paragjykime, ndonjëherë edhe ato keqkuptimet që kemi me njëri tjetrin shohen më mirë përmes muzikës, në ato tinguj e muzikës kur diskutojmë apo takojmë, qoftë edhe në nivel qeveritar, po them. Eksakt, është shumë e vërtet. Muzika është ajo që bashkon, në fakt e thash dhe pak më parë, ka bashkuar historikisht popujve vende, nuk është vetëm ky rasti. Por meqense kemi Greqinë si shembull dhe dihen dhe rrethanat politike, tjerë gjeografike të vendit, polemika të ndryshme ka pasur në vite, në shekuj, muzika gjithsesi gjithmonë ka bashkuar. Kështu që goxha i mirë për të shuar. Unë mendoj që ky rast është shumë i mirë, madje dikush nuk e di, në ato diskutimet tona edhe me persona të tjerë, dikush na pati thënë, po keni kujdes se muzikë greke. Por ndërkohë muzika jo, të ishte mik i gjallë do kishte qeshur, sepse ai ishte një njeri që nuk i duronte dot kufit dhe konfliktet. Dhe në këtë rast dhe në muzikën e tij ka shkruar gjatë gjithë kohës për lirinë edhe për një botë jo të konturuar edhe jo të vogël. Po për një mendim mbi mendimin më të madh, siç është vetë dashuria, me vlerë universale të jashtëzakonshme. Kështu që në këtë rast rrjedh vetëm e mira nga gjithë kjo nismë. Dua ta mbyll sepse besoj se është një mesazh shumë i rëndësishëm dhe pjesa e dashurisë, por duke kujtuar edhe një herë datat kur do të jenë koncertet. Koncertet do të jenë në datën 15 prill në ora 20 në Teatrin Kombëtar të Operës dhe Baletit në skenën e madhe. Në datën 16 jemi në Vlorë në ora 20 gjithashtu në Teatrin Petro Marko, në datën 17 jemi në Berat në Pallatin e Kulturës Margarita Tutulani, po në orën 20. Dhe në datën 18, gjithashtu në orën 20, jemi në Teatrin Andon Zako Çajupi në Korçë. Unë uroj të dy dhe shumë suksese dhe shumë faleminderit që sillni. Faleminderit juve.